Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Socialistët do vijojnë të vetëm reformat nëse opozita tërhiqet nga zgjedhorja dhe territorialja. Berisha thot se avokati i popullit shkelmoi çdo bashkëpunim. Velia i letur Këshillit Bashkiak të Tiranës, miratimi i buxhetit pa konsultimin tim cënon standardet e qeverisjes vendore dhe shërbimin për qytetarët. Kryeministri Edi Rama premton rritjen e mbështetjes për sektorin e bujqësisë, por nënvizon mungesën e projekteve konkrete nga ana e fermerëve. Sot gjysmëfinalja e dytë e spektaklit Albania's Got Talent në Vision Plus, konkurrentët synojnë të bindin jurin për të vijuar më tej rrugëtimin e tyre. Vijmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Partia Socialiste paralajmëroi këtë të hënë se mund t'i bëjë edhe vetë reformat e rëndësishme, zgjedhore dhe territorialen. Mesazhi u bë i qartë në mbledhjen e grupit parlamentar të drejtuar nga Edi Rama, ku mori pjesë edhe numri 2 i qeverisë Balluku. Në përgjigje të kërcënimit të opozitës për tërheqje nga komisionet e posaçme, Tauland Balla tha se shumica nuk i nënshtrohet presioneve. Vendimi i gjykatës kushtetuese riktheu në parlament zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Për herë të dytë, që prej nisjes së legjislaturës së re të parlamentit, mbledhja e grupit të Partisë Socialiste u drejtua nga vetë kryeministri Edi Rama. Për më shumë si një orë, deputetët mazhoritar morën porositë e tyre nga kreu i qeverisë, ku takimet në zonat e tyre elektorale dhe fokusi tek ligjet që duhet të kalojnë lidhur me procesin e integrimit ishin direktivat kryesore. Detajet e mbledhjes u sqaruan nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili reagoi lidhur me deklaratën e kryedemokratit Berisha, i cili është shprehur se opozita do të tërhiqet nga diskutimet në 2 komisionet e posaçme, ajo territoriale dhe zgjedhore. Kushte, kërcënime, shantazhime, me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë, ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Për të rikthyer tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ne do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirëkuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Balla theksoi se fokusi i PS mbetet tek procesi i integrimit, madje lajmëroi dhe ngritjen e një komisioni etike për të goditur emërimet nepotike, të lajmëruar më herët nga vetë kreu i qeverisë. Sot është prezantuar një projekt i parë i qëllimeve edhe i mënyrës së funksionimit të një komisioni etike, i cili ndërlidhet shumë me atë që kryetari Rama ka prezantuar si një prej hapave të rëndësishëm që do të hedhim gjatë këtij mandatit 4, e që ka të bëjë me një goditje të çdo lloj forme të emërimeve nepotike. Tashmë deri në një vendim të dytë të PD, mazhoranca do t'i vijojë vetëm me diskutimet për komisionet e posaçme. Opozita refuzon të ulet me shumicën për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Berisha fajsoi socialistët që sipas tij me aktin e zgjedhjes së avokatit të popullit shkelmuan çdo parim të bashkëpunimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se opozita nuk do të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Territoriale. Në konferencë me gazetarët pas paralajmërimit të Partisë Socialiste, Berisha përsëriti se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën për asnjërin prej reformave. Partia Demokratike me gjithë këtë u angazhuar në një proces duke menduar se në mbështetje të rekomandimeve të OSBE-Odirit do mund të bëheshin disa ndryshime për përmirësimin e kuadrit zgjedhor me bindjen absolute se çdo ndryshim nuk bën të mundur zgjedhje të lira për sa kohë Edi Rama të jetë në pushtet. E njëjta gjë për reformën territoriale. Por
me aktin që kryen, me avokatin e popullit, shkelmon çdo parim minimal, çdo parim të bashkëpunimit minimal. Sipas Berishës, zgjedhja e avokatit të popullit tregoi se PD nuk mund të bisedojë me kryeministrin Edi Rama. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha sqaroi se Partia Demokratike është përpjekur edhe pak orë para votimit që Endri Shabani të mos votohej, përfshi edhe bisedimet me ambasadorin e BE Gonzato. Ky person kaq i pak karakter, gjerë në darkën e ditës para votimit, përfaqësuesit tonë i ka thënë se unë jam dakord, unë nuk jam për Endri Shabanin, por natyrisht ka thënë, këtë e vendos Rama. Di mirë se ambasadori i Bashkimit Evropian ka komunikuar me Ramën, të cilin Rama e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë, ka komunikuar atij se avokati i tij do jetë Endri Shabani. Partia Demokratike do të çojë në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e Endri Shabanit në postin avokatit të popullit. Burime bën me dije se grupi parlamentar vendosi të drejtohet kushtetueses për këtë. Partia Demokratike ka mbajtur për të 5ën herë foltoren përpara kryeministrisë. Mbështetës dhe deputetë të PD-s kanë mbajtur fjalën në foltore duke ngritur shqetësime të ndryshme. Fjalën kryesore pati lideri i opozitës Berisha, i cili kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pjesëmarrja edhe këtë herë nuk kishte surpriza, numri i protestuesve ishte i ulët, njësoj si në protestat e kaluara. Në podiumin ku mbaheshin fjalimet ishin vendosur manekinët e Ramës dhe antarëve të Partisë Socialiste, të veshur me uniforma burgu. Lideri demokrat u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen masivisht protestës opozitës të thirrur më 22 dhjetor. Kryedemokrati përshëndeti edhe protestën e Shqipëria bëhet të Adriatik Lapajt. Vetëm të largohen. Duan të largohen nga Shqipëria. Përmes një letre dërguar nga burgu, Erion Velia i kërkon Këshillit Bashkiak që të konsultohet me të para se të votojë buxhetin e vitit 2026. Kryebashkiaku i Tiranës vëren se zbatimi i buxhetit aktual është në gjendje alarmante, një tregues i qartë sipas tij paralizës që po i shkaktohet bashkisë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ka dërguar nga burgu një letër Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit, ku ka kërkuar që të merret dhe mendimi i tij lidhur me diskutimin dhe miratimin e projekt buxhetit për vitin e ardhshëm të Bashkisë së Tiranës. Ju drejtohem në cilësinë time kushtetuese dhe ligjore si kryetari zgjedhur i Bashkisë së Tiranës për t'ju kërkuar që përpara shqyrtimit të miratimit të konsultoni dhe të merrni paraprakisht mendimin dhe vullnetin tim institucional mbi projekt buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2026. Më datë 18 dhjetor, Këshilli Bashkiak pritet të shqyrtojë dhe miratojë projekt buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2026. Ky moment përbën aktin më të rëndësishëm financiar dhe politik të vitit për një bashki, pasi buxheti është instrumenti kryesor për realizimin e mandatit politik të kryetarit të bashkisë, mandati i dhënë drejt për drejt nga qytetarët e Tiranës. Në letër, Velia i thekson se buxheti i vitit aktual ndodhet në një fazë alarmante, pasi realizimi i investimeve është në nivele shumë të ulta, duke dëmtuar standardet e qeverisjes vendore. Situata aktuale është veçanërisht shqetësuese. Zbatimi i buxhetit të vitit 2025 ndodhet në një gjendje alarmante, me një nivel e realizimi shumë të ulët, në kontrast të thellë me normat e realizimit historik që Bashkia e Tiranës ka pasur gjatë ushtrimit normal të mandatit tim. Ky është një tregues i qartë i paralizës institucionale që po i shkaktohet Bashkisë së Tiranës. Në këto kushte, miratimi i buxhetit për vitin 2026 pa konsultim me kryetarin e zgjedhur do të përbënte jo vetëm një devijim nga standardet e qeverisjes vendore, por edhe një vijim të gjendjes së rëndë që pengon realizimin e mandatit tim demokratik, duke e cënuar drejt për drejt prioritetet qeverisës së të miratuara nga qytetarët e Tiranës. Në fund, Velia i shkruan se një buxhet i miratuar në këto kushte pengon ushtrimin e mandatit të tij, me pasoja serioze jo vetëm për qeverisjen vendore, por edhe për rendin demokratik lokal dhe autonominë e vetëqeverisjes vendore. Vitin që vjen, bujqësia ka më shumë fonde të planifikuara në buxhet dhe kryeministri Rama premtoi se mbështetja do të jetë e gjithanshme, por ai tërhoqi vëmendjen për mungesën e projekteve konkrete me formulat e duhura nga ana e fermerëve. Duke numëruar të gjitha mbështetjet financiare që janë në dispozicion të fermerëve, kryeministri Edi Rama tha se problemi për zhvillimin e sektorit nuk është mungesa e parave, por mungesa e projekteve. Instrumentat janë. Është buxheti i shtetit, është Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, është linja e re e financimit e Bankës së Shqipërisë,
është agrokrediti, do të shtohet edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit. Mirë po, përsëri ndodhemi dhe nuk duhet të ndodhemi ende për një kohë gjatë në atë situatën që nuk është më problemi tek paraja, është problemi tek projektet. Nuk është më problemi tek aftësia mbuluse me fonde e projekteve, por është problemi tek mungesa e projekteve. Rama i nxiti fermerët të synojnë cilësinë e produkteve që prodhojnë që të jenë gati edhe për momentin kur Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Janë 4 vjet. Dhe 4 vjet janë të mjaftueshme për të përgatitur për atë ditë që ajo ditë t'ju gjej gati. T'ju gjej gati për të hedhur hapa të tjerë përpara. Jo për të përballur me një furtunë që t'ju rrëzoj për tokë, pasi nuk i përgjigjeni me standardet e duhura të cilësisë. Ministri i Bujqësisë nga ana tjetër njoftoi se skema e mbështetjes për fermerët do të rishikohet, një kërkesë e hershme e grupeve të interesit. Për këtë qëllim do të nisë edhe një cikël takimesh. Kemi për qëllim të ndërtojmë një marrëdhënie të drejtë për drejtë mes qeverisë dhe gjithë secilit prej jush, pikërisht duke referuar atyre komenteve, ideve dhe kritikave që përmenda më lartë, së bashku me ekipin do të jemi në 12 qarqet e vendit për të diskutuar për nevojat, ndryshimet dhe për ta përshtatur atë në realitetin në terren. Gjithashtu ne synojmë të parafrojmë me skemat që aplikohen në vendet e Bashkimit Evropian. Brenda vitit, Rama deklaroi se fermerët do të kenë në dispozicion edhe Bankën Shqiptare të Zhvillimit, një institucion financiar që do të ketë në fokus kreditimin e sektorëve të nënfinancuar, ku bën pjesë edhe bujqësia. Një ngjarje e rëndë ndodhi pasditën e kësaj të hëne në zonën e Llogaras, ku një person humbi jetën pasi u dogj brenda automjetit të tij, i cili u përfshi nga flakët. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se bëhet fjalë për një ish efektiv policie me origjinë nga Berati, i cili është vetë vrarë në kushtet e gjendjes së depresionit. Kamerat e sigurisë së bizneseve përreth janë verifikuar dhe nga pamjet rezulton se ai ka qenë i vetëm në momentin kur ka hyrë në zonën e Llogaras. Policia beson se ish efektivi ka spërkatur automjetin me benzin dhe më pas është futur brenda tij duke i vënë flakën. Megjithatë, hetimet po vijojnë për të hedhur plotësisht dritë mbi rrethanat e ngjarjes. Qeveria po bën gati një projekt ligj për familjet kujdestare. Ekspertët e shohin këtë si zhvillim pozitiv pasi garantohet mbrojtje për fëmijët të cilëve u mungon kujdesi prindëror. Familjet kujdestare duhet të kenë kushte të mjaftueshme për të plotësuar nevojat e të vegjëlve. Për herë të parë në vendin tonë është hartuar një projekt ligjëri për familjet kujdestare me qëllim që fëmijët pa kujdes prindëror të strehohen në këto familje dhe jo në institucione të rezidenciale. Kujdesi alternativ në familje, siç njihet edhe në projekt ligj, u mundson këtyre fëmijëve jo vetëm siguri dhe mbrojtje, por edhe mbështetjen e duhur psikologjike dhe emocionale. Kujdesi alternativ familjar është një mbështetje që ofrohet fëmijëve të cilët nuk kanë mundësi të qëndrojnë me familjet e tyre biologjike për arsye të ndryshme, siç mund të jenë problemet shëndetësore që mund të kenë prindrit, problemet shëndetit mendor, probleme ligjore, varfëri ekstreme, mungesë të kapaciteteve prindërore dhe për këtë arsye u duhet të qëndrojnë në një ambient tjetër dhe kujdesi alternativ familjar i jep mundësinë fëmijëve që të rriten në një mjedis të sigurt dhe të ngrohtë familjar. Është i rëndësishëm sepse në këtë mënyrë fëmijët nuk qëndrojnë në institucione rezidenciale. Kujdesi alternativ në familje sipas këtij projekt ligji do të ndahet në kujdes alternativ profesional dhe kujdes alternativ vullnetar. Në këtë projekt ligj parashikojnë këto dy ndarjet kryesore dhe ai profesionali nënkupton që familjet kujdestare përveç mbështetjes financiare që marrin për nevojat e fëmijëve, që deri më sot ka qenë 9.000 lekë të reja në muaj, që nuk është e mjaftueshme dhe ka nevojë që të rishikohet kjo pagesë, përveç kësaj marrin edhe një pagesë tjetër që është një shpërblim për shërbimin që ato do të ofrojnë. Ndërkohë që ai vullnetari, ashtu sikurse deri më sot, merr vetëm një mbështetje
financiare për nevojat e fëmijëve, por që 9.000 lekë të reja nuk mjafton për të plotësuar këto nevoja. Po ashtu, familjet e cilat vendosin të marrin në kujdesin e tyre një ose më shumë fëmijë nga institucionet rezidenciale do duhet të plotësojnë disa kritere të rëndësishme me qëllim garantimi në kujdesit të duhur për fëmijën. Familjet duhet që të kenë kushte të përshtatshme në banesën e tyre, duhet kenë të ardhurat të qëndrueshme në mënyrë që të plotësojnë nevojat e fëmijës, duhet që mos kenë probleme shëndetësore të rënda që t'i bëjnë të paaftë për të kujdesur për një fëmijë apo probleme të shëndetit mendor, nuk duhet të kenë kryer vepra penale, duhet nga ana tjetër shumë e rëndësishme që duhet të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë gjithashtu me familjen biologjike të fëmijës, sepse kjo vendosje është e përkohshme, nuk është e përhershme siç është vlerësimin. Sipas ekspertëve, procesi vendosjes së fëmijëve tek familjet kujdestare duhet të bëhet gradualisht për të shmangur trauma, pasi shumë prej fëmijëve kanë përjetuar ndarjen nga familja. Po ashtu ata theksojnë se familjet ende nuk janë plotësisht të hapura për të ofruar kujdes të përkohshëm për një fëmijë dhe kjo mbetet një sfidë që haset shpesh në praktikë. Sonte në ekranin e Vision Plus vjen një tjetër mbrëmje magjike e spektaklit Albania's Got Talent. Gara mes konkurrentëve është e fortë dhe secili prej tyre do të përpiqet të marrë miratimin e jurisë për të vijuar rrugëtimin drejt finales së madhe. Spektakli Albania's Got Talent vijon rrugëtimin e netëve gjysmë finale sonte në mbrëmje vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus. Pas një puntate të jashtëzakonshme të hënën e kaluar, ku talentet e përzgjedhur nga juria gjatë audicioneve sollën interpretime të paparashikueshme, sot priten të tjera performanca befasuese. Klarinetisti Erdenaj Sali dhe grupi Future Steps i vërtetuan edhe një herë jurisë që po të marra prej tyre ishin plotësisht të merituara. Këto të fundit po ashtu u bën finalistët e parë të përzgjedhur nga netët gjysmë finale për të vijuar konkurimin drejt finales së madhe. Future Steps! Këngëtar, balerin, akrobat dhe artistë të zhanereve të ndryshme do të sfidojnë veten dhe njëri tjetrin me një synim të vetëm, kualifikimi në finalen e Albania's Got Talent. Çdo performancë do të vlerësohet me kujdes, ndërsa emocionet dhe tensioni do të rriten nga minuta në minutë, pasi vetëm 2 prej konkurrentëve të mbrëmjes do të kenë mundësi të shkojnë në finale. I kthyer tashmë në programin e të gjithë familjes, ky prodhim i Vision Plus do të vijojë të mbajtë mbërthyer përpara ekranit si çdo të hënë në orën 21. Ndaj, mos e humbisni sonte në mbrëmje gjysmë finalen e dytë për të mësuar se cilët prej konkurrentëve do të vijojnë garën. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.